Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio. Si çdo mëngjes, duke uruar që të kemi mbarësinë e curinë e ditës. Të ftuarit e mi zakonisht të vinë me informacione që japin mjaft atmosferë në ditët e tyre të punës, por që japin edhe nxitje nga këto veprimtari që ata zhvillojnë. Nëse do t'i drejtohemi ditëve të shkollës, natyrisht ka pulsime që rreken jo vetëm në përgatitjen drejt për drejt në shkollë, por edhe ato online. Por ajo çfarë unë mund të theksoj së bashku me të ftuarit e mi, është një iniciativë, do të thoja, shumë entuziaste, një pjesëmarrje në një kompeticion ndërkombëtar që pavarësisht situatës, e cila natyrisht mund të dhe stopoj disa nga veprimtarit, ky grup entuziast i përgatitur me shumë kujdes nga mësuesja e tyre nuk u ndal. Përkundrazi, mori pjesë në një kompeticion ndërkombëtar duke u bërë titullar në shumë disiplina. Mësuesja Majlinda Gokaj, së bashku me një skuadër prej më shumë se 10 nxënësish, morën pjesë në kompeticionin e Global Training Academy, GTA, shkencë, dhe u paraqitën në projektet e tyre, duke u vlerësuar me 6 medalje të arta, 2 të argjenta dhe 2 të bronzta. Së bashku me mua sot në studio është mësuesja Majlinda Gokaj dhe 2 nga fituesit e medaljeve të arta, pikërisht nxënësja Sirdi Mbjara, e cila është prezente në këto momente. Më pas, për shkak të kushteve të sigurisë, do të ftojmë edhe nxënësën tjetër, fituese të medaljes së artë, Ami Parmeza. Përshëndetje, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe ju falenderojmë për ftesën. Është shumë kënaqësi për atë çfarë ju keni arritur, madje besoj se keni merituar shumë përgëzime, apo jo? Patjetër që simpoziumi ose eventi ku mora pjesë me një grup nxënësish, duke përfshirë këtu edhe disa nxënës të tjerë nga Shkodra që janë të drejtuara nga 2 mësueset, një e Zemrës Krishtit dhe Blerta Troshani që ndollet tek medreseja Shkodër, me supervizore Lindita Brahimin, që në shumë të suksesshëm. Dhe normalisht për vendin tonë që nuk ishte një eksperiencë kaq të madhe, në një event të tillë kënaqësia ishte pafund. Çfarë është GTA shkencë, ky simpozium ku ju morët pjesë me këtë skuadër të mrekullueshme? GTA shkencë ose Global Training Academy është një qendër internacionale ose ndërkombëtare me qendër në Pakistan, por ku grumbullohen mësues nga e gjithë bota dhe ndrohen në mënyrë të vazhdueshme. Çfarë do të thotë kjo? Këto mësues, trajner, pedagog, akademik, janë amerikan, janë italian, janë norvegjez, janë suedez, janë kroat, janë rumun, dhe ndrojnë vendet ose selit e tyre të qëndrimit. Kuptoj. GTA shkencë ka një përvojë 10 vjeçare dhe organizon në mënyrë të vazhdueshme, mund të themi pothuajse çdo muaj ka një event me problematika të ndryshme. Eventi i fundit ishte prezantimi i nxënësve nëpërmjet projekteve të tyre. Aty shkëmbehen eksperjenca dhe normalisht që të marrësh pjesë ose të jesh pjesë i nxënës ose mësues, do të kalosh disa faza, sepse faza e parë është faza e përzgjedhjes. Pastaj do të futesh në atë aktivitetin e tyre global. Po them aktivitet global sepse përfshihen njëmori shtetesh të botës. Mësuese Majlinda, natyrisht ju keni pasur një nxitje të brendshme për të drejtuar një skuadër. Keni pasur një besim për të marrë pjesë me nxënësit e përzgjedhur. Si erdhi tek ju së pari pikërisht ky projekt? Dhe si pastaj u materializua duke menduar për përzgjedhjen e nxënësve, sepse ju nuk keni zgjedhur nga një shkollë. Jo, ju keni marrë nga shkolla të ndryshme, nga klasa, nga cikle të ndryshme. Kjo është e veçanta, edhe vështirësia, por edhe e bukur, apo jo? Të them të drejtën,
profesioni jonë është një mision. Që do të thotë që është mision? Që fillan dhe nuk mbaron kur. Fillan qysh në moshat e vogla dhe përfundon deri në moshat e rritura, biles edhe deri atëherë kur ato kanë shkelur gjurmët e jetës dhe përsëri kanë nevojë për ndihmën tonë. Zgjedhja që bëra unë ishte një zgjedhje krejt e rastësishme. Sirdin e kam pasur në një shkollë verore që kam pasur disa vite më përpara. Ami ishte mami Amit shoqe me mu. Dhe kur mu ofru kjo mundësi nga Lindita Brahimi që e përmenda si supervizore, atëherë unë fillova dhe mendova. Pra u futa krejt në atë botën, a do t'jem në gjendje që të marr pjesë, sepse kam një parim timin, kur marr pjesë do t'ja dal në kry. E du se zbën atë rezultatin që unë e du. Dhe në fundit gjithmonë një mësues vlerësohet me produktin e vetë. Kështu që bëra për zgjedhjen dhe thash do provoj gjitha moshat. Do provoj gjitha shkollat ku kisha mundësi komunikimit me lill ura komunikimit me ta, direkt me fëmijët dhe me prindë e fëmijëve. Provova edhe zonën ku jap unë mësim, sepse unë jap në Rrethina, në shkollën e Rencit. Thash do i provoj edhe ato. Pse do i provoj ata? Sepse puna me projekte ka qenë vazhdim punës time në atë shkollë. Kështu që thash, pse mos t'ju jepet edhe aty në një shans ose një mundësi. Kështu që për zgjedhja që e rastësishme. Faza e dytë ishte... Sa nxënës për zgjodhat? Unë për zgjolla 11 nxënës kanë qenë. Dhe 11 nxënësit kanë dalë të suksesshëm. Si arritët ju pikrisht i motivonit këto nxënës? Sepse natyrisht në rrugën e tyre nxënësit kanë brishtsinë, kanë luhatjet, kanë vendosmërinë, kanë entuziazmin, por gjithsesi të gjitha këto duhet të moderohen shumë mirë nga një mësuese. Ashtu është. Menaxhimi i nxënësve dhe i grupit që ke është shumë e rëndësishme për të arritur suksesin. Puna e parë që bëra ishte puna me veten time. Pra bindja që krijova unë për të marrë pjesë, bindja ime që temat të ishin të spikatura, mos ishin temat të përsëritura në mënyrë të vazhdueshme, por të ishte diçka e re. Pasi zgjolla temat nën atë individualitetin tem, temat i shpalosa para nxënësve. Dhe gjithsecili zgjolli temën që donte. Një pjesë u ban palë me temat e mia, ndërsa një pjesë siç është Ami tha, unë do ndryshoj tha temën time. Dhe është krejt normale që fëmia të zgjellë një temë ku njihet mirë dhe që arrin rezultatin. Kjo që i për zgjedhja që i bëra unë me gjithë nxënësit. Dhe nga ai orientimi parë, do të gjejmë një gamë të larmishme tematikash të trajtuara në projektet e këtyre nxënësve. A mund të jemi një vështrim se në çfarë sferash, natyrisht në shkencë, në çfarë tematikash ata aplikuan dhe punuan? Okej, simpoziumi i fundit drejtohej ose shpërndaj në 3 drejtime. Në drejtimin e shkencës, në drejtimin e inovacionit dhe në drejtimin e teknologjisë. Mu pikë e fort, si mësuese dhe e lëndës, se jam e biologjisë dhe e kimisë, mu duk të zgjidhja drejtimin e shkencës. Dhe normalisht jemi përpjekur që të kemi një integrim ndërlëndor, edhe tek temat që kemi pasur. Për shembull, tema që ka pasur Sirdi ka qenë ndikimi i muzikës në rritjen dhe zhvillimin e bimëve, ku gjen vend edhe biologjia, gjen vend edhe fizika, gjen vend edhe artet, sepse është muzika e përfshirë aty. Sirdi ka bërë me të vërtet një punë tepër të lavdrueshme. Sepse ti vesh bimëve muzikën e Beethovenit edhe të shikosh se si po rriten, është diçka e bukur. Do flasim Sirdi. Patjetër që pa. Tema tjetër, Edea Boriçit që qenë shumë e suksesshme, ka qenë pse kockat e gjata thyhen më shpejt se sa kockat e shkurtra. Që po ta shohim është një veprimtari praktike që nxënësit e kanë në fletën e punës së tyre, por që Edea e zbërtheu në mënyrën më të mirë të mundshme. Tema tjetër ka qenë... Që kishte edhe anatomin, kishte edhe fizikën. Kishte fizikën, kishte edhe teknologjinë brenda, sepse ka improvizu eksperimentin për me provu se kockat e gjata thyen me të vërtetë se më shpejt se sa kockat e shkurtra.
Temë tjetër kishim temën që lidhet me riciklimin, por në të njëjtën kohë që kishte lidhje me mbrojtjen e mjedisit, por në të njëjtën kohë për njerëzit të cilët banojnë në fshat kishte lidhje me kompostimin e mbeturinave, që ishin 2 vajzat e shkollës sime, 2 motra, ato punuan në grup, sepse disa kanë pasur projekte individuale, ndërsa 2 projekte kanë qenë në bashkëpunim. Temë tjetër ka qenë një temë e klasës së 6, nxënës i vogël, të themi të drejtën, që të marrë pjesë në një kompeticion të tillë, por që aty kishim të gërshetuar edhe biologjin, kishim edhe teknologjin, edhe inovacionin, sepse ajo paraqit me një 3D të gjejthes, ku paraqiste të gjitha pjesët e gjejthes, por në të njëjtën kohë tregoi edhe rolin si ka emrin ky djalë? Saidi Haxhia. E përshëndesim. Janë shumë. Janë shumë mirë, sepse jo, është një gjë shumë e bukur ti përmendesh. Mirë, përsëri do t'i përmendim më pas, ndërkohë që unë kam shumë interes të di mbi temën se si ndikon muzika tek rritja e bimbe. Si frymëzove pikërisht tek kjo temë, Sirdi, për ta hulumtuar, për të eksperimentuar e për ta argumentuar më pas? Siç tha dhe si Majlinda, na tregoi disa tema dhe unë zgjolla këtë temë, pasi më pëlqen shumë muzika dhe doja të dija se si reagon bima nga muzika. Bëra një eksperiment për këtë temë dhe vendosa 2 bimë në shtëpinë time pasi ishte dimër dhe nuk isha ku ti rrisja. Njërën bimë e vendosa me muzikën e Beethovenin 2 orë në ditë, tjetrën me muzikë rock. Në fillim, bima që ishte me muzikë rock filloi të rritej shpejt, por u tha më shpejt, në me thënë, pra pati një kurb më të shpejt rritje. Ndërsa tjetra filloi të rritej më shpejt, fillimi i bimës ishte më i madh se sa tjetri, edhe më madh, në me thënë, kishte shpejtësi më të madhe se bima normale. E po jetoj më gjatë? Po. Duket pas ke provuar se pikërisht muzika e Beethovenit ka ashtu siç ka prej më shumë se 2 shekuj që është aq e dashur dhe nuk vdes kurrë, kështu që ajo pas ka ndikuar edhe tek bimët, gjë shumë e bukur. Po mirë, sa kohë bëre këtë eksperiment? Për sa kohë? Brenda 2 javësh. Brenda 2 javësh pati një reagim të tillë. Ndërkohë që eksperimenti yt qëndroi aty, ti e filmove për ta paraqitur më pas? Po, e filmova si ishte bima në fillim dhe pas muzikës, dhe të dyja bimët kishin një ndryshim shumë të madh. Ndërkohë erdhi koha për ta paraqitur. Po. Dhe për ta paraqitur natyrisht në gjuhën angleze, të cilën besoj e zotron mjaft mirë. Nuk patën vështirësi apo jo? Gjëra e mrekullueshme. Dhe e argumentove. Si ishte pikërisht ky argumentim, ndoshta edhe me pyetje që ata të jurisë të bën, si ishte kjo paraqitje në ditën e konkurimit? Pyetja që më bën ishte nga mora frymëzimin për këtë temë, si u zhvillua bima në ditën në vazhdim, më pyetën nëse bima, do me thënë, a kam pasur edhe një bimë normale për me pa rritjen. Pra një të tretë. Po, një të tretë. Unë e kisha edhe një të tretë. Sepse më falë se po ndërhyj, ato kërkojnë një projekt të mirë fillt. Ne gjithmonë në individual, original. Jo që të ketë gjitha etapat. Pra që do të thotë, do të ketë një montazh prov edhe një montazh dëshmi. Por nuk qetë dëshmia që me e krahasu me montazhin prov, që ne po ndryshojmë njërin nga faktorët, unë nuk mund të ndalë në konkluzione. Pra është një pikë reference, ajo që është dëshmia. Që duhet të ekzistojnë se s'bën. Po. Dhe? Më pyetën pastaj pyetje për shkak për bimën, fotosintezën e tjerë për me pa a i njohun bimët. Në fakt, biologjia është një lëndë preferuar për ty, apo mësuese Majlinda ta zgjoja dëshirë që ti e kishe brenda vetes, por nga njëherë nuk e kuptoja?
Biologjin nuk e kam pas për qef, po zysh me Linda. Kjo është merita. Shumë thellësi. Kjo është merita e mësuesve të të frymëzojnë, të drejtojnë. Mirë, pasi paraqite natyrisht online. Po, Këto janë të gjitha online, veprimtari online, kuptohet në këtë vit pandemik. Prite ndoqe dhe argumentet e tjera të konkurruesve të tjerë? Po, të konkurrentëve të tjerë. Në fakt nuk kisha shumë emocione, edhe kur po i dëgjoja ta mendoja, s'ka me fitu kur gjo. Sepse I humbe shpresat. Po, sepse ka një natyrë pak ndrojtur edhe nuk disha ka me fol mirë, apo jo, por më banin mundi shumë mirë, do me thonë gjyqtarët, edhe më banin pyetje të lehta në fillim, mrapa e bëme si bashkë bisedim, edhe unë i pa mjaft mirë, edhe folë. Kjo është mjeshtria që të kanë bata. Dhe ta kanë nxjerr pikrisht atë përgatitje, atë hulumtim, atë punë që ti ke bërë dhe që ka kulmuar në këtë projekt. Dhe erdhi momenti që është lançuar emri yt si një nga fitueset e medaljeve të arta. Çfarë ndjeve? Në fillim nuk po besohesha, sepse kanë shumë konkurrent, edhe normal ishte një emocion shumë i madh. E pastaj e festove? Po, normal. Por ajo që është më e rëndësishmja, ti ke fituar në kjo pjesëmarrje, jo vetëm dashurinë për lëndën e biologjisë, të cilën e ke të nxitur nga mësuesja, por besoj edhe atë ke fituar atë siguri që ndrojtja duhet flakur, apo ja? Po. Besoj se kjo gjë të jep shtys që të marrësh pjesë vazhdimisht. Po? Nuk më thënë, kjo nuk është hera parë që marrë pjesë në GTA, është hera e dytë, pastaj edhe herën e parë fitova një certifikat të anglishtes. Ndërkohë që pjesëmarrja jote qenë ka gjithmonë në rritje. Edhe ka kenë dhurata e vitit 3 kur ja kam dhënë, ka kenë nata e vitit 3 kur ja kam nisë. Mësuesit të frymëzojnë, të nxisin, të qëndrojnë pranë, dhe ashtu siç tha mësuese Majlinda, roli i tyre nuk përfundon kurrë. Sirdi, meqense jenë nxënëse në gjimnaz, besoj se këto ecuri do të ndikojnë edhe në rezultatet. Do të thoja që do të bëhen nxitje që ti të përgatitesh gjithmonë mirë për të arritur rezultate të mira, jo vetëm në pjesëmarrje të tilla, por edhe në përgatitjen tënde në shkollë. Të uroj gjithmonë suksese dhe të falenderoj për këtë paraqitje edhe këtu në studion tonë, e cila natyrisht jep shumë informacion. Po, mësuese Majlinda, besoj se gjithmonë këto pjesëmarrje nxisin iniciativat e bukura të nxënësve, apo jo, i bëjnë ata që të ndjehen më mirë, të ndikojnë shumë pozitivisht edhe në ecurinë e tyre, qoftë të përgatitjes shkencore, por edhe të një vetëdi akoma më të madhe për forcat që ata kanë për të përballur me të tilla konkurrime, apo jo. Patjetër. Dhe si që ju më herët po thoni, gjithë kjo pjesëmarrja ka qenë e gjerë, me emra të tjerë nxënësish. Përveç se në fushën e biologjisë, pjesëmarrja që edhe në fushën e kimisë, ku kisha një nxënëse të klasës 8 që provoi se si prodhohet nëpërmjet substancave kimike ylberi në laborator. Por përpara se të prodhonte ylberi në laborator eksperiment, të cilën e përsëritëm disa herë bashkë me nxënësen, sepse kimia kërkon edhe ato rregullat që duhet jesh i kujdesshëm në punën me nxënësit, nxënësja u prezantu denjësisht edhe atje. Si ka emrin kjo nxënëse? Klea Hoxha. Klea Hoxha është nxënëse e klasës 8. Të them të drejtën, futja e projektit në kurrikulën e sotme ka qenë shumë e rëndësishme, është si një strategji e mësimdhënies dhe të nxënit me në qendër nxënësin. Vetë integrimi që bën projekti ndikon në atë krijimin e nxënësit kompetent. Pra çfarë do të thotë të krijosh, të formosh një ose të bësh një projekt dhe të jesh kompetent. Do të thotë të rritet aftësia për të menduar në mënyrë të thellë. Të rritet aftësia për të komunikuar, sepse do komunikosh se s'bën. Të rritet aftësia e të shprehurit nëpërmjet gjuhës.
të rritet aftësia e bashkëveprimit në grup, sepse është e vështirë të punosh në grup kur janë disa persona. Të rritet aftësia për të marrë përgjegjësi mbi supet e tuaja, sepse projekti ka afate kohore, nuk kemi ngalosim. Pra caktohet data dhe do paraqitet. Dhe projektet që morën këto kishte edhe një kompetencë tjetër, sepse ishte kompetenca e gjuhës angleze, të cilën këta realizuan më së miri dhe nuk është e lehtë që para një paneli të pyetesh në anglisht dhe të kthesh përgjigje në anglisht. Në fakt ajo që mua më bën përshtypje dhe më nxit pikërisht në këtë diskutim është sepse pikërisht projektet bëjnë pjesë në vlerësimin vjetor ose 3 mujor të nxënësit. Ajo që ndeshemi, nuk dua të them është rëndom apo rrallë, është se ndonjëherë projektet nuk i qëndrojnë këtyre standardeve që ju sapo thatë dhe të cilat ju i keni zbatuar më së miri me nxënësit tuaj në këtë kompeticion. Shpeshherë projektet megjithëse janë pjesë e vlerësimit, i gjejmë të bëhen me copy-paste nga interneti, ku nxënësit janë thjesht një paraqitës dhe shpesh janë shumë të jashtëm nga ajo çfarë thuhet brenda saj. Ndoshta këtu qëndron edhe një nga problemet e këtij vlerësimi që është her pas here në 3 mujorët apo në VMC të shkollës. Ju si mësues si e keni parë pikërisht përgatitjen e projekteve në procesin mësimor? Okej. Të them të drejtën, eksperienca ime në arsim është një eksperiencë 36 vjeçare. Respekt shumë. Do të thotë, kam kaluar etapa të ndryshme të ndryshimeve në arsim. Dhe pjesa e vendosjes së projektit ka qenë një kënaqësi pafund për mua. Pse do të thosh, ne sot synojmë për një arsimim global të nxënësve tanë. Që nxënësi im nesër, kudo që të shkoj për studiuar, ta ndjej veten të barabartë në mes të tjerëve. Kështu që projekti, nëse unë do e shoh nxënësin në këndvështrimin e formimit të përgjithshëm të tij, projekti është aja e vlerësimit të formimit. Por ama nëse ai do të jetë projekt. Dhe jo ashtu sikurse e thatë ju. Që ndodh. Sepse tema e projektit duhet jepet qysh në fillim të periudhës mësimore dhe nuk lihet për ditët e fundit, sepse janë afatet kohore, është pjesa hulumtuese që nxënësi zhvillon për projektin. Nuk mund ta kuptojmë projektin pa pjesën e hulumtimit ose pa pjesën e eksperimentit, sepse nuk ka si të presë edhe nxënësi produktin e projektit. Atë çfarë pret pra nga ky projekt. Ndjes. Të them të drejtën, ndihem keq kur shkoj në ditët e projekteve, sepse edhe tani jemi në periudhën e mbylljes së periudhës mësimore dhe kur gjej nxënës pafund që shkarkojnë materiale në internet. Një projekt i tillë nuk është më projekt dhe nuk ka asnjë vlerë. Pse nuk ka asnjë vlerë? Sepse nuk ka zhvilluar asnjë kompetencë, sepse ne flasim për të mësuarin me kompetenca. Dhe ky nuk ka zhvilluar asnjë kompetencë tek nxënësit. Kështu që nuk kanë vlerë. Prandaj më falni edhe një herë. Prandaj u nxitet që pikërisht këto projekte të jenë tregues të kësaj pune, që është e mirëfillt, që zëvend pikërisht nga frymëzimi, nga zhvillimi, nga hulumtimi, eksperimentimi dhe argumentimi. Dhe kjo pa më së miri, sepse do u vlerësua në një konkurs ndërkombëtar. Grupi ka ndjekur të gjitha etapat në drejtimin tim. Pra, ka qenë faza e parë zgjedhja e grupit, faza e dytë bashkëbisedimi me grupit për të marrë mendimin e tyre, nëse do ishin pjesë e grupit tim. Ka qenë faza e tretë ku nxënësit janë orientuar në hulumtimin, në grumbullimin e materialeve dhe në mënyrën se si do e trajtonin projektin. Çfarë problematika është do diskutonin, sepse kanë rëndësi edhe në tematikat ose në çështjet e projektit. Ka qenë faza prapë që do punoj në PowerPoint, sepse do dërgohej atje për ta parë. Dhe faza e fundit pastaj që ishte prezantimi që i takonte këtyre. Dhe ka ardhur pikërisht Ami Permeza. Ajo është një vajzë
mua më duket që është shumë rritur, po është nxënëse në klasën E 8. e 8 dhe pikërisht more pjesë në këtë kompeticion ndërkombëtar në anglisht. Ti fole për duhanin, drogat, ndikimin që kanë ata tek adoleshentët. Alkoolin, po. Po çfarë do të më thuash për projektin tënd, Ami? Si u frymëzove për ta realizuar? U frymëzova sepse në kohët e sotme përdorimi është i shumët i këtyre të substancave dhe gjithashtu dhe kryeja e një hulumtimi që mund të bëhet edhe në jetën e përditshme, duke dalë për shembull ose në lokale, shikohen më të shumë të adoleshentët ose të rinjt dhe duke përdorur këto të lloje substancash dhe ishte kjo temë që zgjodha ishte e rëndësishme që të jepej informacion për këto tre substanca dhe më bëri përshtypje dhe zgjodha. Si e realizove pikërisht projektin tënd, Ami? Realizova duke kryer hulumtime ndërmjet këtyre tre substancave, nga përdorimi i moshave nga më të rinj tek më të rriturit, shpeshtësia, pasojat dhe si ndieshin këto njerëz duke përdorur këto. Ju i drejtove me intervista të shkurtra apo Ami ka bërë pyetësor. Pyetësor? Sepse e kishte mak thjesht përdorimin e pyetësorit, sepse në intervista dhe sikur distancohen prej intervistave. Mate ndonjë gjë nga ndotja e ajrit apo kishe ndonjë eksperimentim gjatë realizimit të këtij projekti? Më shumë kisha hulumtim dhe informacion rreth këtyre tre substancave dhe ndryshimi i njeriut para dhe pasi ka përdorur këto të substanca. Gjithashtu më bëra edhe një poster me disa kuota të cilat i prezentova dhe në fillimin e projektit. Ami ka bërë një krahasim shumë të bukur. Ka marrë tubin e shporetit që mbushet nga bloza për brenda dhe ka krahasuar me rrugët e frymarrjes. Në gjë e mrekullueshme. Ndërkohë si u ndjeve gjatë paraqitjes, sepse një juri dhe Ami aty një vajzë dhe brisht, por që ka shumë përgatitje dhe ka shumë dëshirë për të lançuar njohuritë e veta. Kjo është hera ime e parë që hyj në këtë konkurs, kisha shumë emocione, por duke parë se si prezentuan dhe fëmijët e tjerë para meje, unë ndiva pak më lehtësuar dhe nga pyetjet që më bën ishin të lehta. Ti një vajzë çamarroke, por që të pëlqen të mësosh mirë, apo jo? Ke rezultate të mira. Dhe pritet me entuziazëm vendimin e jurisë. Po. Si u ndjeva? Shumë e gëzuar. Mendon se do marrësh përsëri pjesë në të tilla kompeticione? Është bërë nxitje kjo që këto tema, këto këndvështrime që ka fenomene të ndryshme jetësore, por edhe shkencore, biologjike, fizike, ndikojnë drejt për së drejti tek jeta e njeriut? Po, sepse çdo konkurs ose çdo lloj konkurseve të tjera është eksperiencë e re. Nga kush u mbështeta për të realizuar? Çfarë fuqish kështu, natyrisht të brendshme, por ka edhe një ambient që të rrethon, apo jo? Vullneti i parë. Ja, unë më ndërhyna kena pas një treshe të fortë. Njëta se unë punoj me mamin e Amit dhe Ami punonte, mami mi niste mu, unë miratoja ose punështoja, edhe Ami bate për mirësimet më sanajt e puna e vetë. Por duke argumentuar pikrisht tezat që ti dhe, besoj se pate miratimin e antarëve të jurisë, apo jo? Po, sigurisht. Bukur, Ami. Të uroj që gjithmonë të kesh hapa të tillë entuziast dhe nxitës për të ecur. Mësuese Majlinda, ashtu siç shoh tek ju kërkesën e vazhdueshme për një mësim cilësor dhe përgatitje tek nxënësit, edhe nxitjen e tyre, besoj se ashtu siç thatë në fillim, mësuesi nuk është mësues brenda orës së mësimit. Ashtu siç mësuese Majlinda nuk është mësuese brenda mureve të shkollës. Apo jo? Në të vërtet ashtu është dhe kënaqësia ime është e pafund, pse do të thosh është e pafund, sepse unë asnjëherë si kam humbur miqtë e mi të vegjël.
unë vetëm kam fituar dhe fitaj vazhdimisht. Të kesh miq të tillë janë miq më të sinqertë në botë. Ti thojnë gjërat ashtu dhe jo vetëm që ti ke i kontribu në ecorinë e tyre, por vjen një kohë kur ti fiton prej tyre. Sa bukur. Prandaj besoj se do merrni përsëri pjesë në të tjera veprimtari. As nuk diskutohet. Unë tani kam kriju një grup stabil, por që e kam parë me rezultatet që kanë arritur këto fëmijë, është shtuar shumë numri i tyre që kërkojnë të marrin pjesë, sepse GTA-ja ka edhe ato përfitimet e veta në fund që pajis me certifikata, ndan bursa studimit, maturantët janë të interesuar për këto certifikata, sidomos ato që kërkojnë pasurojnë si vinë për studimet e tyre, dhe në të njëjtën kohë tani që mësimi, sepse universiteti që drejton veprimtarinë e kësaj qendre është universitet me drejtim shkencor, pra ka lidhje me shkencat. Kështu që e shoh që gjithë përfshirja do t'jetë gjithnjë dhe më e madhe. Është një prelut shumë i bukur i të ardhmes të këtyre nxënësve, të këtyre fëmijëve. Apo ja? Ashtu është, sepse më ka bërë shumë përshtypje, kam ndjekur me shumë vëmendje, grupi Shkodrës ka qenë një grup shumë i madh. Tirana me 4 vet, Vlora kishte 4 vet, edhe një qytet tjetër se kush ishte, ndërsa grupi i Shkodrës ishte grupi i madh edhe që dha rezultate. Dhe me sa shihet pjesëmarrja ka qenë mjaft e gjerë, sepse nga shtete të ndryshme, nga Romani, Bullgari, të mlajnë vajzat, më shtoni vajza, ka kenë Norvegji, Suedi, Romani, Portugali, Bangladesh, se s'par Itali, dhe me thanë ka pas shumë... është vërtet entuziaste kjo punë, por këto rezultate bëjnë që të jenë tregues të një standardi të përgatitjes, por edhe një nxitje për rrugën e mëtejshme të këtyre nxënësve. Mësuese Majlinda Gogaj, ju falenderoj shumë për pranim në studio, por edhe për informacionin kaq entuziast në punën me këto nxënës. Të gjithë pjesëmarrësve, të gjithë fituesve, ne sot kishim vetëm 2, Sirdin dhe Amin, por ju urojmë dhe ju dërgojmë një përshëndetje të përzemërt për punën që ata kanë bërë, për vlerësimet, por edhe për ecurinë e tyre. Ju uroj gjithmonë mbarësi dhe suksese. Faleminderit dhe juve. Kënaqësi për ne që qenë pjesë e studios tuaj. Ishte një kënaqësi e veçantë sot. Faleminderit shumë.